Do Ibn Mesudi po mas 17 vjetë si musliman, 17 vjetë vazhdimisht para pejgamberit alayhisalam, ajete, hadithe nga dietarët, ka thonë sefte që tash po një që halon mesin të nga dikush që e do në dunjan e dikush ahiretën. S'ka besu. Këtu e në smunje perfide, nëse smiresh me to, nuk i trajton vazhdimësi. Mund është mu përfin nga një formalitet që ty duke që e në avancim. Mirë po, ka shumë pengesa perfide të fshehura që nëse nuk i trajton, nuk e teston vetë vetën dhe nuk bësh i sinqert në trajtimet tyne, ato shkojnë nuk u stresuar. Për këtë arsye Allah ka "Wali man khafa maqama rabbih jannatan". Ai që vazhdimisht i druhet Allahut, i ka dy gjëra se ky s'devijon. Frika nuk e lën atë. Ama ai që sigurohet që aty kafshohet. Wallahi në çdo aspekt të formimit ku sigurohesh që atje zakonisht kafshohesh atë. Nuk ban. Andaj të ndërrozë, si kanë qenë ulema për shembull të ndihshëm, s'na kanë thonë për shembull në komunikim me xhinive atë. Hasan Basri rahimahullah ka thonë një dhum ari me mamush spreku me lenë Allahut. Pse këtu s'ka siguri. Po nuk them kështu njëjtë nëse është një dhum i vetmuar me një grua të huaj atë. Kjo s'është me larg asaj, domethënë Zot na ruaj që do njerëz me mendje të smura apo dhe paragjykime mund të flasin për këta njerëz vllai se kanë qenë fshara. Sa kjo kështu vllai? Ata kanë marrë dikun tjetër. Ata kanë marrë me tjera parametra apo. Se njerëzit për shembull janë të sigurt. Edhe pas sigurinë e dikujt e trajtojnë si një lloj domethënë mangësie çuçarllaku të frikshëm atë. Pse ata kështu e bëjnë? Për shkak se edhe nëse bin gjuna, ndodhi ka përcjell normal. E ky s'lejon që ato aftën. Se ta ai s'është normal ata. Atë më mirë i fryn punës para se më ndodh, edhe është i sigurt se sa pastaj më ndodh e nuk dihet mas ndodhes çka bën Allahu me ty. Atë mundson edhe një herë apo thot u krye aftën. Sa njerëz janë përjashtuar aftën. Andaj të nëzën ka njerë vinë njerëz edhe thonë kom bo kështu, po jëmë pendua. Kam frikë mës po bi prapë. Unë e disa ju them kështu, kur thot qysh me rujt vetën, ka udhëzim me rujt, kështu të kështu. Një nga udhëzimet e rëndësishme që të ndihman me rujt vetën është, e qka nëse nuk nëzirë herën e dyta, qka ba? Një herët ka nëzirë, një herë. E qka nëse nuk nëzirë herën e dyta, qka ba? Kjo është e frikshme. Veç me paramenu është e frikshme. A i të ndëllëzër, nuk është vëllaj jeta bigjaz, nuk është jeta eksperiment, një mundësi është, apo, një akt, një moment i caktum dhe njeri përfundon në të mere, Zotë në rruta, të pari parushme që kanë pasojat të dhëmshme ditë në gjykimit. A të besimtari që sa i druhet. Kjo është ajo forca që jashton kujdesin, jo panikun, jo pasigurin, jo largasaj, por e bën besimtarin tjetë i kujdesshëm dhe të mban distancën e mjaftueshme mes tij dhe grupave të shejtanit. Sa frot nuk i qka ka në grupë, nga se një rshitje këmbës mund të ahudhë në kurthat e shejtanit që nuk dietën që është del apo a del fara apëta. Ndaj mban distancë, sikur që Allah ka thonë, "Wala taqrabu zina", mos ju afroni zinas. Andaj të nërëzër, sot për shembull ndodhë që shpesh herë të ketë një qasje kogja relaksuese, kogja liberale, fatkeqësisht në komunikim me zgjinive. Me sigurinë e plotë që, për davet po flasëm, për islam po flasëm. Po, anë në rregull është, a jenë distancë të mjaftueshme që e ka përcaktuar shariati. Rregullat e komunikimit janë të qarta. Me po njeri për shembull afrohet, provokon situatën, e pastaj të rrët në dytë natës të kajtë, që ku mbo më zveta, e po, a i këna thonë, pa dhe të nëzër, "Uli men khafe me kame rabbi i gjenneta", që kja është? A i që druhet, ruhet, a i që druhet e man distancën, e Allahu patë përde sa e man që shtët, i ki dy gjenete. Ma dje dhe në qofë se ndodhë gabim eventual, është gaflet që të nëzirë ma fuqishëm se që ke që njerën e parëve. Po kjo është situatë preashtu se e rëzakonshme. Normali është që njëri që ka frikë Allahun Azza wa Jall mund distancë dhe ruhet, nuk e provokon situatën nga se, sikur që thash,
nuk e dina del mua.